Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut konfirmon se gjendja e pacientëve të prekur nga zjarri në Koçan pak ditë më parë është e qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetën. Pas interesimit të gazetarëve, Arben Taravari deklaroi se në vend janë 72 pacientë, ndërsa jashtë 101. Në këtë tragjedi humbën jetën 59 të rinj. Taravari informoi dhe për shkarkimin nga detyra e drejtorit të spitalit të Kumanovës, Stefan Trajanovski. Shkak sipas tij është humbja e jetës së 32 vjeçarit Vedat Ademi. E lexova raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan dhe mbasi e lexova menjëherë e shkarkova drejtorin e spitalit të Kumanovës dhe prej sot drejtori i spitalit të përditshëm të Kumanovës është i shkarkuar. Nesër mbas disa konsultimeve që do ta bëjmë me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të spitalit të Kumanovës. Ai tha se prokuroria do të tregojë të gjitha detajet, duke pëhuar se po largohet për të mos e penguar hetimin. Kurse ekipi profesional i mjekëve dhe 5 ekspertëve të mjekësisë do të analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Shqipëria ka filluar përgatitjet për ngritjen e bazave prodhuese të armatimit në vend. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Edi Rama sqaroi se pjesë e industrisë do të jenë si makineritë ashtu dhe armatime dhe dron. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për dron, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri. Merret ministri i mbrojtjes Piro Vengu në intervistë televizive tha se janë 21 kompani të huaja që kanë shpërur interes për të bashkëpunuar në industrinë e armatimit dhe me 5 prej tyre po negociohet. Bota. Bashkimi Evropian duhet përgatitet menjëherë për mundësinë e një konflikti të gjerë me Rusinë. Apeli vjen përmes një dokumenti strategjik të publikuar nga Komisioni Evropian. I njohur si Libri i Bardhë, dhe të sugjerohet se nëse Rusia arrin qëllimet e saj në Ukrainë, mund të përpiqet të zgjerojë ambicjet e saj territoriale. Viti 2030 është parashikuar si një periudhë potenciale për këtë zhvillim. Sipas Komisionit, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të bashkëpunojnë më ngushtë për të blerë dhe porositur së bashku 40% të materialeve ushtarake të nevojshme për të eliminuar varësitë dhe për të bërë blerje masive të municioneve, raketave dhe dronëve. Gjithashtu, Komisioni ka njoftuar se do të mobilizohen rreth 800 miliard euro për projekte të riarmatimit, duke përfshirë një fond të ri prej 150 miliard eurosh, i cili do të përjashtojë përkohësisht disa investime të mbrojtjes nga kufizimet e borxhit dhe deficitit të Bashkimit Evropian. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me armë pavarësisht përpjekjes së Rusisë që të parandalojë dërgimin e armëve të perëndimit në Kiev përmes bisedimeve të vazhdueshme për armëpushim. Bashkimi Evropian beson në qasjen e paqes përmes forcës e cila kërkon që Ukraina të jetë në pozicionin më të fuqishëm të mundshëm dhe kapacitetet e saj ushtarake janë elementet kryesor. Presidenti rus paralajmëron marrjen në kontroll të kursut nga ushtria ruse dhe se ushtarët e kapur do trajtohen si terroristë. Sipas ligjit rus, të gjithë ushtarët Ukrainas, veçanërisht mercenarët e huaj të cilët janë në territorin e Rusisë dhe kanë kryer sulme kundër popullatës civile, do të klasifikohen me listë si terroristë. Mizoritë që ata kryejnë duhet të identifikohen, regjistrohen dhe hetojnë tërësisht, u shpreh presidenti rus. Vladimir Putin urdhëroi organet të ndryshme gjyqësore të hetojnë situatën në territorin rus të pushtuar nga ushtria ukrainase, që nga fillimi i inkursionit të saj në gusht 2024 i kërkoi prokurorisë përfshirë prokurorët ushtarak dhe organet e tjera të kryejnë këtë punë në territoret e çliruara. Tha Vladimir Putin, të mërkurën një gjykatë ruse dënoi 5 ushtarë Ukrainas të kapur në rajonin kufitar me Ukrainën me 15 dhe 17 vjet burg për terrorizëm dhe pengim të evakuimit të civilëve rus nga zonat e luftimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.